Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Herën që kaloi vëllezër kemi shpjeguar fjalën e autorit Allah më shërof, ku ka thënë: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail." Di Allah të më shërof se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Folëm në lidhje me fjalën obligim dhe se dietarët kanë 2 metoda në përkufizimin e kësaj dispozite fetare. E para është përkufizimi nëpërmjet realitetit dhe thelbit. E dyta është përkufizimi nëpërmjet rezultatit, gjykimit dhe pasojës. Sa i përket përkufizimit nëpërmjet realitetit dhe thelbit të obligimit, thamë se obligimi është ma talaba shari'u fi'lahu talaban jaziman. Është ajo të cilën ligjvënësi, pra Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, e ka kërkuar të kryhet me kërkesë të prerë. Ndërsa përkufizimi nëpërmjet rezultatit, gjykimit dhe pasojës së obligimit, obligimi është ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu al-'iqab tarikuhu. Është ajo e cila nëse personi vepron në bindje ndaj Allahut, shpërblehet, por nëse nuk e vepron, meriton të ndëshkohet. Thamë se metoda e parë në përkufizimin e fjalës obligim është më e saktë sipas dietarëve muhaqqikun, dietarëve verifikues. Mirë po duke qenë se metoda e dytë është më e thjeshtë për të kuptuar nga njerëzit në përgjithësi si përkufizim, prandaj shumë dietarë e kanë shpjeguar fjalën e autorit di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim, e kanë shpjeguar fjalën obligim duke dhënë përkufizimin nëpërmjet pasojës, gjykimit dhe rezultatit të obligimit. Sikur se ka vepruar Sheikh Salih Al-Fauzan dhe Sheikh Sulejman Ruheli në atë që ju kanë përcjellur në mësimin e kaluar. Gjithashtu, për shkaqeve që këta dietar kanë përcjellur këtë metodë të përkufizimit të obligimit, është për të treguar rëndësinë e madhe të mësimit të tyre 4 çështjeve. Si kjo? Nga se vetë fakti që obligimi është ajo e cila nëse njeriu e kryen në bindje ndaj Allahut shpërblehet, e nëse nuk e kryen meriton të ndëshkohet, pra kjo pasojë tregon rrezikshmërinë e neglizhencës në mësimin e këtyre 4 çështjeve. Nga se kemi të bëjmë dëshkim pra atë që neglizhon në mësimin e këtyre 4 çështjeve. Andaj, kjo na bën më vigjilent dhe më të motivuar në mësimin e këtyre 4 çështjeve, që do të shpjegojmë inshallah më tutje. Gjithashtu, në mësimin e kaluar është sqaruar se obligimi, duke marrë parasysh vepruesin, ndahet në 2 lloje. Fardh ain, obligim individual, dhe fardh kifai, obligim kolektiv. Secili nga këto 2 lloje të obligimit janë sqaruar në mësimin e kaluar dhe është bërë qartë se obligimi i cili kihet për qëllim në fjalën e autorit është farz ain, është obligimi individual. Pra është obligim, është vepër të cilën Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar realizimin e saj individualisht nga çdo person përgjegjës. Kjo sqaron fjalën e autorit Allah më shërof ku ka thënë: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna." Di Allah të më shërof se ne e kemi obligim. Nga se për emri vetor, në veten e parë numri shumës ne, tek fjala e autorit përfshin të gjithë personat e ngarkuar me përgjegjësi fetare, meshkujt dhe femrat, të lirët dhe skleverit. Prandaj, çdo person i ngarkuar me përgjegjësi fetare e ka detyrë të mësojë këto 4 çështje. Çfarë është obligimi individual dhe obligimi kolektiv në lidhje me diturinë? Së ndryshe, cili apo cila dituri llogaritet obligim individual dhe cila llogaritet obligim kolektiv? Dietarët thonë se obligimi individual është të mësosh atë pa të cilën feja nuk mund të qëndrojë apo pa të cilën feja personit nuk është e saktë. Ndërsa obligimi kolektiv është të mësosh atë me të cilën feja apo fetaria e personit plotësohet dhe përsoset nëpërmjet mësimit të saj. Nëse feja e personit nuk është e saktë me mosmësimin e diçkaje, atëherë ajo gjë është obligim individual, pra është farz ain,
për secilin person përgjegjës që të mësojë atë gjë. Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, sikur se tregohet në librin El Furu' të Ibn Muflih, Allahu mëshiroft, thot: "Yajibu an yatlub min al-'ilmi ma yakun bihi din." Njeriu, thot Imam Ahmedi, duhet të kërkojë nga dia atë në cilën feja e tij qëndron. Qila lahu mithlu ayi shay. Ju tha ati, pra Imam Ahmedit ju tha, si çfarë për shembull, na jep një shembull. Qal alladhi la yas'ahu jahluhu salatahu wa siyamahu wa nahwa dhalik. Imam Ahmedi tha, atë që nuk i lejohet ta injorojë, si çështje që lidhen me namazin e tij, agjërimin e tij dhe gjëra të ngjashme. Dhe gjëra të ngjashme me këto. Mbaron këtu fjala e Imam Ahmedit. Pra, ajo pa të cilën feja e personit nuk është e saktë, veçse me të është obligim individual të mësohet. Si për shembull, ato pa të cilet namazi dhe agjërimi nuk është i saktë pa to, janë obligim të mësohen. Gjithashtu për shembull, mësimi i shahadetit. Feja e personit nuk është e saktë pa mësimin e shahadetit. Prandaj mësimi i shahadetit është obligim individual. Është obligim për çdo person përgjegjës që ta mësojë. Ndërsa nëse feja e personit është e saktë me mësimin e diçkaje, por mësimi i saj përbën për sosmërinë e fetarinë e personit, atëherë ajo dituri është fardh kifaj, është obligim kolektiv. Nëse kryen një pjesë e mjaftueshme e umetit, nëse mëson një pjesë e mjaftueshme e umetit, atëherë bie përgjegjësia nga pjesa tjetër e tij. Sikurse është dhënë shembull mësimi i namazit të xhenazës. Feja e personit është e saktë edhe nëse nuk e mëson namazin e xhenazës, por mësimi i namazit të xhenazës përbën për sosmërinë në fen e personit. Andaj, ajo është obligim kolektiv. Më pas dolën me shpjegimin e fjalës së autorit Allahu mëshiroft, ku ka thënë: "Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail", se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Nga fjala të mësojmë, thamë se na bëhet e qartë 2 gjëra. Thamë se na bën të qartë 2 gjëra. E para është se origjina tek njeriu është ignoranca. E dyta është mënyra arritjes së diturisë. Sa i përket të parës, se origjina tek njeriu është ignoranca, kjo nga se mësimi i diçkaje vjen pas paditurisë së diçkaje. Andaj origjina tek njeriu është ignoranca. Sa i përket të dytës, mënyrës së arritjes së diturisë, kjo nga se fjala të mësojmë do të thotë të arrim diturim. Por jo vetëm kaq, në fjalën e autorit Allahu mëshiroft të mësojmë, nga fjala ta'allum në arabisht, na bëhet e qartë mënyra arritjes së diturisë. Nga se në shkencën e morfologjisë, kur studiohen kuptimet e formës së fjalëve të ngjashme me modelin tafa'ul, siç është tek fjala ta'allum, pra ta'allum, tafa'ul, janë të ngjashme këto fjalë. Kjo formë e fjalës tregon për përpjekjen në arritjen e diçkaje gradualisht, pak e nga pak. Dhe kjo, sikur se ju thash në mësimin e kaluar, është një dobi gjuhësore e përfituar nga Sheikh Muhammed Bazmuli, Allahu ruajt. Sa i përket fjalës autorit çështje, tek fjala e tij "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail", di Allah të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Fjala çështje që në arabisht është masail, është shumë si fjalës mes'ele. Më parë u sqarua kuptimi i tij gjuhësor. E sa ajo në arabisht do të thotë apo vjen nga fjala su'al, fjala pyetje. Çfarë në kupton se ajo është pyetje? Në kupton se ajo është çështje për të cilën njeriu do të pyetet. Thotë Sheikh Sulejman Ruhaili, Allahu ruajt, "Al-masail jam'u mas'ala min as-su'al." Masail është shumë si fjalës mes'ala, çështje pra, që vjen nga fjala su'al, që në shqip do thotë pyetje. Ka'anna hadhihi al-masail jawabun 'an su'al. Është sikur këto çështje të qeu të jenë përgjigje ndaj një pyetje. Wa hiya wallahi jawabun 'an su'al. Dhe pasha Allah të qeu, ato janë vërtet përgjigje ndaj një pyetje. Fa innal muslim sayus'alu 'anha fi qabrihi. Sepse muslimani do të pyetet për to në varrin e tij. Fa hadhihi al-masail ajwibatun lil-as'ila fi al-qabr kama taqaddama ma'ana. Kështu, këto çështje janë përgjigje për pyetjet në varr, ashtu siç e kemi përmendur më herët. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Ruhailit, Allahu ruajt. Gjithashtu, herën që kaloi, u sqarua se çështja është një temë e cila kallëzohet në lidhje me të, duke u mbështetur në argument. Prandaj, autori Allahu mëshiroft, pasi ka treguar këto 4 çështje që ne kemi obligim t'i mësojmë,
i ka shoqëruar këto 4 çështje me argumente nga Kur'ani, sikurse do të vi inshallah. Gjithashtu, vetë fakti se autori ka thënë se mësimi i këtyre 4 çështjeve është obligim të mësohen, tregon se kjo duhet patjetër të jetë bazuar në argument. Nga se obligimi është dispozitë vetare që duhet patjetër të sillet argument për të. Prandaj dhe autori ka sjellë argumentin për obligueshmërinë e mësimit të këtyre 4 çështjeve. Kjo ishte përmbledhja e asaj që kemi marrë në mësimin e kaluar me disa dobi shtesë. Ndërsa sot inshallah do të shpjegojmë pjesën tjetër të fjalës së autorit, Allahu mëshiroft. Thot autori, Allahu mëshiroft: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum 4 masail." Di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Al-ula al-ilm. E para për këtyre çështjeve është dituria. Çfarë është dituria? وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Ajo është, pra dia është njohja Allahut, njohja profetit të tij dhe njohja fesë islame me argumente. الثانية العمل به. E dyta është të vepruarit sipas saj, pra sipas diturisë. الثالثة الدعوة إليه. E treta është thirrja drejt saj. الرابعة الصبر على الأذى فيه. E katërta është durimi ndaj lëndimeve që has në këtë rrugë. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. Thot shehu, argumenti i kësaj është fjala e Allahut lartësuar Bismillahirrahmanirrahim wal asr, pasha kohën innal insana lafi khusr. Vërtet njeriu është në humbje të sigurt. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre që besuan, bën vepra të mira, porositë njëri tjetrin për të vërtetën dhe porositë njëri tjetrin për durim. Në lidhje me fjalën e autorit, Allahu mëshiroft, ku thot: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail." Di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Al-ula al-ilm, e para për këtyre çështjeve është dituria. Në lidhje me këtë fjalë, sot inshallah do të ndalena këtu në 2 çështje. Do të ndalena në 2 çështje. Çështja e parë, që ka të bëjë me diturinë, ka të bëjë me atë se cila është dituria e cila është lavdruar në shariat. Çështja e parë cila është dituria e cila është lavdruar në shariat. Çështja e dytë ka të bëjë me atë se cilat janë vlerat e kësaj diturie që kanë ardhur në shariat dhe cilat janë frytet apo rezultatet që sjell kjo dituri. Sa i përket çështjes së parë, se cila është dituria e cila është lavdruar në shariat, ajo që është e padiskutueshme është se dituria, kur përmendet në përgjithësi, në kontekst lavdrimi, nxitjeje ose lavdrimi të njerëzve të dijes, me të synohet dija fetare, me të synohet dija shariatike. Kjo na çon të themi se dija për nga tema e saj ndahet në 2 kategori. Kategoria e parë e dijes është ajo që ka të bëjë me diturinë fetare. Kategoria e dytë është ajo dituri që ka lidhje me gjërat e dynjas, të cilave u themi ndryshe shkencat e dynjas. Gjithashtu, dituria fetare nga ana tjetër ndahet në 2 kategori. Dituri fetare e detyrueshme apo obligative dhe dituria fetare e pëlqyeshme, apo thënë ndryshe mustahab në arabisht. Sa i përket kategorisë së parë, pra diturisë fetare të detyrueshme apo obligative, kriterin e saj kemi sqaruar më parë, ku është thënë se ajo është ajo dituri pa të cilën feja nuk mund të qëndrojë apo pa të cilën feja personit nuk është e saktë. Sa i përket kategorisë së dytë, pra diturisë fetare të pëlqyeshme, kriteri i saj është të mësosh atë për të cilën feja apo fetaria e personit plotësohet dhe përsoset nëpërmjet mësimit të saj. Mirë, po këtu duhet të kemi kujdes. Mësimi i kësaj diturie është e pëlqyeshme për individët, ndërsa për bashkësinë e umetit në tërësi
ruajtja e saj është farz kifaj, është detyrim kolektiv, sikur se kemi shpjeguar më parë. Kjo do të thotë se në ummet duhet patjetër të ketë një numër të mjaftueshëm njerëzish që e përvetësojnë dhe ruajnë këtë dije. Pra, që është mustahab, që është e pëlqyeshme. Pse? Sepse kjo është një nga shkaqet e ruajtjes së fesë. Feja islame duhet të mbetet ashtu siç është. Si në çështjet e saj të detyrueshme, ashtu edhe në ato të pëlqyeshme. Është detyrë e njerëzve të këtij ummeti që ta ruajnë këtë fe. Për këtë arsye, ruajtja e dijes që lidhet me çështjet e pëlqyeshme merr gjykimin e farzit kifaj, detyrimit kolektiv. Prandaj, në ummet duhet të ketë njerëz të mjaftueshëm që e përvetësojnë këtë dije, në mënyrë që ajo të mbetet e pranishme në ummet dhe të mos zhduket. Nuk lejohet që ndonjë pjesë e kësaj feje të zhduket apo të humbas. Nuk lejohet që diçka nga kjo fe të vanitet. Edhe nëse bëhet fjalë për një çështje që është mustahab, që është e pëlqyeshme. Pra, ne themi se dija e pëlqyeshme është e tillë për mua, për ty, për çdo individ, duke e konsideruar atë si individ. Mirë po, në tërësinë e umetit, ajo është farz kifaj. Ajo është detyrim kolektiv. Duhet patjetër të ketë njerëz që e njohin këtë dije. Kategoria e dytë e diturisë është dituria që ka lidhje me gjërat e kësaj bote. Pra, kategoria e dytë ka të bëjë me shkencat e dynjas. Kjo përfshin të gjitha shkencat e tjera që lidhen me industritë, jetesën e njerëzve dhe shkaqet e sigurimit të mjeteve të jetesës. Sa i përket gjykimit fetar të mësimit të shkencave të dynjas, kjo ndahet në 3 kategori. Kategoria e parë është ajo dituri apo ajo shkencë që është e detyrë kolektive e muslimanëve që ta mësojnë atë. Kategoria e parë është ajo shkencë që është detyrë kolektive e muslimanëve që ta mësojnë. Kjo është ajo dije me të cilën lidhet interesi dhe dobia e këtij ummeti në aspektin e jetesës dhe sigurisë së tij. Thot dietari i madh Imam Ibn Qudam al-Maqdisi, Allahu më shëroft, në librin e tij Mukhtasar Minhajul Qasidin, në faqen 16, thot: "Wa amma fardul kifaya fa huwa kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwam umuri ad-dunya." Sa i përket farzit kifaj, ajo është çdo dituri për të cilën nuk mund të bëhet pa të në mbarvajtjen e punëve të kësaj bote. Më pas jep shembull dhe thot, këtë tip, si për shembull, mjekësia. Idh huwa daruriyun fi hajati biqa'i al-abdan 'ala as-sihha. Sepse thot, ajo është e domosdoshme për ruajtjen e shëndetit dhe mbijetesën e trupave. Wal hisab, po ashtu edhe matematika thot. Fa innahu daruriyun fi qismati al-mawarith wal wasaya wa ghayriha. Sepse thot, është e domosdoshme në ndarjen e trashëgimive, testamenteve dhe çështjeve të ngjashme me to. Fa hadhihi al-ulum law khala al-balad 'amman yakumu biha haraja ahli al-balad. Këto dituri thot Ibn Qudama dhe për dobi vëllezër, Ibn Qudama al-Maqdisi ka thënë Sheikhul Islam të mirë për të, nuk ka hyrë në Sham njëri më të ditur pas Auza'it se sa Ibn Qudama al-Maqdisi. Ibn Qudama al-Maqdisi ka qenë për dietarët mëdhenj të Islamit. Thot Ibn Qudama, fa hadhihi al-ulum, këto shkenca, këto dituri, law khala al-balad 'amman yaqumu biha haraju ahli al-balad. Nëse një vend nuk do të kishte askënd që tim ushtronte këto, tim mësonte këto, banorët e atij vendi do të bënin mëkat. Pse kjo? Sepse do të neglizhonin një detyrë kolektive. Wa idha qama biha wahidun kafa wa saqata al-fard 'an al-baqin. Por nëse thot, një person e përmbush këtë detyrë, ajo mjafton dhe bie obligimi nga të tjerët. Wa la yuta'ajjabu min qawlina inna at-tibb wal-hisab min furudh al-kifaya. Nuk duhet të habitet askush nga pohimi ynë se mjekësia dhe matematika janë prej obligimeve kolektive. Pra, ndaj muslimanëve.
Fa inna usul as-sana'i' aidan min furud al-kifaya, sepse edhe bazat e zejeve janë për obligimeve kolektive. Kel filaha wal hiyaka, si bujqësia dhe thurja e rrobave. Bel, al-hijama, madje edhe hijamja, fa innahu law khala al-balad an hijjamin la asra al-halak ilayhim. Madje edhe hijamja, sepse sikur një vend të mos kisha asnjë hijamtar, pra ai që nxjerr gjakun e keq nga trupi, atëherë shkatrimi do të vinte shpejt banorët e tij, thot. Fa inna alladhi anzala ad-da anzala ad-dawa wa arshada ila isti'malihi. Sepse ai që ka zbritur sëmundjen e ka zbritur edhe ilaçin dhe ka udhëzuar drejt përdorimit të tij. Mbaron këtu fjala e Ibn Qudam al-Maqdisit, Allahu më shëroft. Pra, vëllezër të nderuar, shkencat përmes të cilave sigurohet mirëqenia e njerëzve, qoftë në aspektin e shëndetit të trupave të tyre, sigurimi të kusheve të jetesës, apo zhvillimi dhe ndërtimi të tokës për umetin islam, përbëjnë një mas dije që është e detyrueshme, në mënyrë që gjendja e njerëzve në jetën e kësaj bote të jetë e qëndrueshme. Sepse feja nuk mund të ngrihet siç duhet pa një stabilitet të jetesës në këtë botë. Nëse gjendja e kësaj bote është e trazuar, atëherë padyshim ky çrregullim do të ndikojë edhe në çështjet e fesë. Allahu i lartësuar na ka krijuar për të zbatuar këtë fe. Prandaj, përvetësimi i dijeve për të cilat njerëzit kanë nevojë në lidhje me shëndetin e tyre, siç është mjekësia, sigurimin e mjeteve të një ekonomie të lishme sipas shariatit, shkencat ushtarake dhe dijet e tjera të ngjashme, përmes të cilave përmirësohet jeta e kësaj bote, ose sigurohet mbrojtja, fuqia dhe autoritetit i muslimanëve ndaj armiqve, është padyshim një çështje e detyrueshme. Kjo është e nevojshme që gjendja e njerëzve të jetë e qëndrueshme dhe në çështjet e fesë të tyre. Mirë, për këtu vëllezër, duhet të tërheqim vërtetën në lidhje me atë se detyrimi që përmendi dietarët këtu është detyrimi kolektiv, pra është farzi kifaje. Këto dietarë thonë se kjo është farz kifaje, është detyrim kolektiv. Gjithashtu, këtu duhet të tërheqim vërtetën se kjo është detyrë kolektive sipas disa dietarëve dhe jo sipas të gjithëve. Përndryshe, disa dietarë, sikurse Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu më shëroft, në librin e tij Miftah Dar as-Saada, e ka kundërshtuar që këto shkenca të jenë detyrë kolektive. Ndërsa sipas atyre dietarëve që janë të mendimit se këto shkenca janë detyrë kolektive për të mësuar, kjo do të thotë se në ummet duhet patjetër të ketë njerëz që i përvetësojnë këto shkenca dhe këto dije në një masë të tillë sa të përmbushet nevoja përgjithshme. Pastaj, ajo që te kalon këtë masë të nevojshme, kthehet gjykimin e lejueshmërisë. Dhe kjo është kategoria e dytë për cilën do të flisim në lidhje me shkencat e dynjas. Tham, kategoria e parë e shkencave të dynjas është obligim. Kategoria e dytë përfshin shkencat që në origjinën e tyre janë të dobishme dhe të lejuara, dhe në të cilën nuk ka ndonjë ndalesë. Mësimi i tyre është përtej masës së detyrueshme që përmendëm pak më parë, pra përtej asaj mase për të cilën ummeti ka nevojë të madhe. Thot Imam Ibn Qudam al-Maqdisi, Allahu më shëroft, në librin e tij Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, faqen 17, thot: "Wa amma ta'ammuq fi daqa'iq al-hisab wa daqa'iq at-tibb wa ghayri dhalik fa huwa yu'addu faddan li'annahu yustaghna anhu." Sa i përket thëllimit në hollësitë e matematikës, në hollësitë e mjekësisë dhe në të ngjashme me këto, thot, kjo konsiderohet tepris. Pse konsiderohet tepris? Sepse thot li'annahu yustaghna anhu, sepse mund të mbetet njeriu edhe pa të. Thot më pas, وقد يكون بعض العلوم مباحا, disa dituri mund të jenë të lejuara, pra mubah, كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار. Si njohja e poezive, thot, që nuk përmbajnë marrëzi apo fjalë të ulta, si dhe njohja e historive. Kjo është diçka që është e lejuar. Pra vëllezër, nëse ky ummet për shembull ka nevojë të domosdoshme për 3 mjek, atëherë plotësimi i 3 mjekëve është obligim kolektiv në tërësinë e ummetit.
sipas disa dietarë, sikurse Ibn Qudama al-Maqdisi. Kurse gjykimi për një mjek të katërt, çfarë është? Është lejueshmëria, se është e lejuar. Pra kjo pjesë hyn në kategorinë e dijeve apo shkencave të lejuara. Nëse krahas kësaj, nxënësi këtyre shkencave ka një qëllim të mirë, atëherë ai shpërblet për këtë. Nëse gjatë mësimit të këtyre shkencave, qofshin ato të lidhura me mjekësinë, zuktrain, shkencat ushtarake, ekonominë apo fusha të tjera, ai synon të sjell dobi muslimanëve, të sigurojë të mirat njerëzve të Islamit dhe të largojë dëmin e armiqve të tyre, atëherë padyshim ai shpërblet për të. Nga se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Pa, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, me vërtet veprat janë sipas qëllimeve dhe njeriu do të shpërblet për atë që ka synuar. Kategoria e tretë e shkencave të dynjas janë shkencat e ndaluara, që janë haram. Thot dietari i madh Ibn Qudama al-Maqdisi Allahu mëshiroft në librin Mukhtasar Minhaj al-Qasidin në faqen 17 thot: "Wa qad yakunu ba'daha madhmuman", ndërsa thot, disa dituri mund të jenë të qortueshme. Ke ilmi sihr, si njohja e magjisë. Wa talsamat wa talbisat, dhe talismanëve. Talismanët janë pjesë e magjisë realisht. Dhe mashtrimeve, thot. Mbaron këtu fjala e Ibn Qudamës. Pra, këto dije apo shkenca o vëllezër musliman, ose janë të ndaluara për shkak të vetë tematikës së tyre, ose janë mjet dhe rrugë që çojnë drejt një gjëje të ndaluar. Nëse vetë tema e dijes është ndaluar, siç është magjia apo të mësuarit fall apo muzika dhe të ngjashme me këto, atëherë nuk ka dyshim se mësimi i këtyre është i ndaluar. Kjo sepse sheriati, ashtu siç ndalon një gjë, i ndalon gjithashtu shkaqet dhe mjetet që çojnë tek ajo. Argumentet për të janë të shumta në sheriat. Ose mund të ndodhë që një dije në origjinën e saj të jetë e lejuar, por të shërbejë si rrugë dhe mjet për të arritur tek ajo që Allahu i lartësuar e ka ndaluar. Në këtë rast, mësimi i saj bëhet i ndaluar. Pra, ka shkenca të dunjas që janë të ndaluara për shkak të vetë tematikës së tyre, por ka prej tyre që në esencë janë të lejuara, por për shkak se çojnë në gjëra të ndaluara, prandaj dhe ato janë të ndaluara. Pra, vëllezër, ky është sqarimi themelor apo parimor i çështjes për sa i përket dijes dhe kategorive të saj. Tani, le të kthehemi te çështja me të cilën filluam bisedën. Cila është ajo dije për cilën ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet lavdrimi i saj? Nxitja për nxënien e saj dhe lavdrimi i njerëzve të saj. Përgjigjja e padiskutueshme dhe që nuk ka dyshim në të është se ajo është dituria fetare. Është dituria sheriatike. Është njohja e Allahut Azza wa Jall përmes emrave dhe cilësive të tij. Njohja e të drejtave të Allahut subhanahu wa taala ndaj robërve të tij. Dhe njohja e faktit se e drejta e Allahut është që ai të adhurohet i vetëm, pa i shoqëruar Allahut askënd në adhurim. Kjo është dituria fetare. Po ashtu, këtu hyn njohja kufive dhe dispozitave që Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dituria fetare. Prandaj, kur shikon në librin e Allahut të lartësuar dhe gjen lavdrim, vlerësim dhe nxitje për dituri, atëherë dije se është pikërisht kjo dituri ajo që Allahu i lartësuar ka synuar në fjalën e tij: "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Më të vërtet, Allahu i frikëson nga robërit e tij vetëm dietarët. Kjo është dituria përmendur në fjalën e Allahut të lartësuar, ku ka thënë: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Dhe është po ajo dituri, njerëzit e të cilës Allahu i lartësuar i ka lavdruar në fjalën e tij: "Shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allahu dëshmon
se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç tij, po ashtu edhe ëngjëjt, pra melekët dhe njerëzit e dijes, duke u mbajtur në drejtësi. Pra, këto tekste dhe të ngjashme me to kanë për qëllim diturinë fetare, kanë për qëllim diturinë sheriatike dhe jo diturinë e tjera për shkencave të dunjas. Do të thot ndokush, o vëlla musliman, kjo që po thua është pretendim. Kurse pretendimi duhet bazohet në argument. Cili është argumenti për këtë që po thua? Atëherë unë them, argument për këtë është hadithi i gjatë që inshallah do ta shpjegojmë më vonë, kur do të tregojmë për vlerat e diturisë. Hadith të cilin ka transmetuar Tirmidhiu me një zinxhir hasan, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal ulama warathatul anbiya." Më të vërtet dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Më të vërtet profetët nuk lanë trashëgimi as dinar e as dirham. Wa innama warathu al-ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Por lanë trashëgimi vetëm dijen thot. Prandaj kush merr prej saj ka marrë një pjesë të bollshme. Vëre këtu se njëja shuese tek fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam el-ilm, njëja shuese el në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam el-ilm, pra dia, është për përcaktim dhe i referohet dijes që është përmendur në Kur'an dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim, me këtë synohet dia fetare, me këtë synohet dia sheriatike. Profetët nuk i lanë umetit trashëgimi shkencat e dunjas. Profetët nuk i lanë umetit trashëgimi shkencat e dunjas, por lanë trashëgimi vetëm diturinë fetare. Ata lanë trashëgimi, njohin Allahut lartësuar dhe njohin e fesë Allahut lartësuar në lidhje me urdhat dhe ndalesat e tij. Si dhe dijen në lidhje me çështjet e botës së përteme. Sigur se ka thënë Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu mëshiroft, në poemën e tij An-Nuniyya, duke përshkruar diturinë fetare, ku thot: "Wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyan." Thot Ibn Qayyim në këtë poezi, dituria është 3 kategori thot, dhe të katërt nuk ka. E vërtetë është e qartë dhe plot shpjegim. Cila është kjo kategori e parë? Thot: "Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lir-rahmani." Kategoria e parë cila është dija për cilësitë e Zotit dhe veprat e tij, si dhe për emrat e të gjithëmëshirshmit. Sa i përket kategorisë së dytë thot: "Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al-ma'ad ath-thani." Kategoria e dytë është urdhri dhe ndalesa që përbëjnë fenë Allah subhanahu wa taala, pra halali harami. Të urdhon Allahu për diçka, zbaton atë. Të ndalon Allahu për diçka, ndalesh prej saj. Ndërsa kategoria e tretë, wa jazaohu yawm al-ma'ad ath-thani, dhe shpërblimi i tij në ditën e rikthimit, pra në ditën e ringjalljes. Wal kullu fil Qur'ani was sunan allati ja'at 'an al-mab'uth bil furqani. E gjithë kjo gjendet në Kur'an thot dhe në sunet, që kanë ardhur nga i dërguari me furqanin, me kriterin që dallon të vërtetën nga e kota. Wallahi ma qala imru'un mutahadhlikun bisiwahuma illa min al-hadhiyani. Pasha dhan thot, çdo kush që flet me stërhodhime për te këtyre dyjave, nuk flet veçse nga hutimi dhe përçartja. Dhe të vërtetën nga thënë Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu mëshiroft, çdo kush që flet me stërhodhime për te këtyre dyjave, nuk flet veçse nga hutimi dhe përçartja. Kjo është dituria fetare. Kjo është dituria sheriatike, për të cilën ka ardhur lavdrimi, vlerësimi dhe nxitja për të përvërtesuar atë. Ndryshe nga që thonë disa për njerëzit të bidatit, sikurse Ervin Qylafku, imam i xhamisë së madhe Durrës, i cili në njërën prej hutbeve të tij, në prag të fillimit të sezonit shkollor, në formë nxitje për mësimin e shkencave të dunjas në shkollë, tha se dituria për të cilën ka ardhur lavdrimi, vlerësimi dhe nxitja për të përvërtesuar atë, janë edhe shkencat e dunjas.
Të vërtetën ka thënë Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja Allahu më shoft, ku I përshkrua njerëz të tillë dhe thot: "Wallahi ma qala mar'un mutahadlikun bi siwahuma illa min al-hadayan." Pash Allahun, çdo kush që flet me sërhollime për te këtyre dyjave, nuk fet verse nga hutimi dhe përçartja. Argumentet të vëllezër që tregojnë se me fjalën dituri në Kur'an dhe në Sunet kihet për qëllim dituria fetare janë të shumta. Unë po mjaftohem me argumentin e qartë që u tregova më parë, por nëse do kush kërkon më shumë argumente, këto I ka sqaruar Imam Ibn Abdul Barri Allahu më shoft në librin e tij Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, në vëllimin e parë, fashin 603, në botimin e shtëpisë botuese Dar Ibn Jauzi. Ai ka bërë një kapitull me titull, ka thënë Bab Ma'rifatu usul al-ilm wa haqiqatihi wa ma alladhi ka alayhi ismu al-fiqh wal-ilm mutlaqan. Thot Ibn Abdul Barri në këtë kapitull thot: njohja bazave të dijes, realitetit të saj dhe çfarë quhet në mënyrë absolute fik dhe dituri. Pra, ka sqaruar në të argumente se kur përmendet fjala fik ose fjala dituri, pa u specifikuar apo pa u kufizuar, duke u thënë dituria fetare për shembull, apo dituria dynjas, por përmendet vetëm fjala dituri apo fjala fik. Ka sqaruar Ibn Abdul Barri se me këtë kihet për qëllim dituria fetare. Si pasojë, kur dëgjojmë ajete apo hadithe kur lavdohet dituria në mënyrë absolute, apo nxitet për kërkimin e saj, apo lavdohen njerëzit e saj, atëherë dihet se për qëllim kihet dituria fetare. Mirë, po këtu lind një pyetje. A do të thotë ky sqarim që tham se po I zhversojmë dijet e kësaj bote, shkencët e dynjas, dhe po I urdhojmë njerëzit që të largohen prej saj? Përgjigjja është jo. Ne sqaruam pak më parë se këto shkenca në përgjithësi janë të dobishme dhe ndonjëherë mund të jenë edhe të detyrueshme sipas disa dietarëve, sikur se u sqarova më parë. Ajo që synohet është vendosja e çështjeve në vendin e tyre të duhur dhe shpjegimi I teksteve pa teprim dhe pa neglizhencë. Prandaj, kur flasim për dijen në mënyrë të pa kufizuar, domethënë kur thuhet fjala dituri, pa u specifikuar apo pa u kufizuar, duke u thënë dituria fetare për shembull, apo dituria dynjas, pra kur flasim për dijen në mënyrë të pa kufizuar, në një tekst lavdrimi, vlerësimi dhe urdhri për ta përvetësuar, njeriu nuk duhet I kalojë kufit e përcaktuara nga shariati në këtë çështje. Në këtë kontekst, në Kur'an dhe në Sunet, me dijen synohet vetëm dija fetare, synohet vetëm dija shariatike, ndërsa për dobin e shkencave të dynjas argumentohesh me tekste dhe dëshmi të tjera, të cilat tregojnë dobin, vlerën dhe rëndësinë e tyre, e kështu me radhë. Suyuti Allahu më shoft ka bërë kapitull më vetëm në librin e tij të madhështor Al-Itqan fi Ulum al-Quran, kapitull mbi shkencët të përfituara nga Kur'ani. Në kapitullin 65 ka përmendur shumë shkenca të dynjas të përfituara nga Kur'ani. Por ajo çka na intereson këtu është sqarimi se kur përmendet dituria në Kur'an apo Sunet në kontekst lavdrimi, nxitjeje ose lavdrimi të njerëzve të dijes, me të synohet dija fetare. Me të synohet dija shariatike. Kjo pra ishte sqarimi në lidhje me çështjen e parë, se cila është dituria e cila është lavdruar në shariat. Ndërsa çështja e dytë, për të cilën do të flisim sot inshallah, ka të bëjë me atë se cilat janë vlerat e kësaj diturie që kanë ardhur në shariat. Dhe cilat janë frytet apo rezultatet që sjell kjo dituri. Vlerat e diturisë, vëllezër, janë sqaruar në Kur'an, në Sunet dhe në fjalët e imamlarëve prej selefëve dhe të atyre që kanë ardhur pas tyre. Shumë prej dietarëve të hershëm dhe të mëvonshëm kanë shkruar ato libra për të treguar vlerat e diturisë dhe për të treguar dobitë e saj. Prej dietarëve të hershëm është Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja Allahu më shoft, autori I librit Miftah Darus Saada. Libër në të cilën autori, Allahu më shoft,
ka sqaruar vlerën e diturisë në më shumë se 150 aspekte. Ka treguar vlerën e diturisë në më shumë se 150 aspekte, duke u argumentuar nga Kur'ani dhe Suneti dhe fjalët e selefëve për vlerën e diturisë. Gjithashtu, për dietarët e hershëm është Imam Ibn Abdul Barri në librin e famshëm të tij që ju a përmenda më parë, Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, që do thotë në shqip, përmbledhësi i sqarimit të diturisë dhe vlerës së saj. Për dietarët më vonshëm është Sheikh Muhammad bin Said Raslan, Allahu ruajt, në librin e tij Fadlul Ilm, që thotë në shqip vlera e diturisë. Unë o vëllezër, këtu do t'ju përcjell disa argumente nga Kur'ani dhe Suneti në lidhje me vlerat e diturisë, duke përcjellur këtë nga këto libra që u përmendëm më parë, po edhe nga libra të tjerë të dobishme. Për argumente nga Kur'ani që tregon për vlerën e diturisë, është fjala e Allahut të lartësuar ku ka thënë: "Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç tij, pashtu edhe melekët dhe njerëzit e dijes, qa'iman bil qist, duke u mbajtur në drejtësi. Thot Imam Ibn Qayyim al-Juzeyy, Allahu më shoft, duke treguar vlerën e diturisë nëpërmjet këtij ajeti, thot: "Istashhada subhanahu bi ulul ilm ala ajalli mashhudin alayhi wa huwa tawhiduhu." Allahu i pasi nga çdo emet mori për dëshmitar njerëzit e dijes për dëshminë më madhështore. Cila është kjo dëshmia më madhështore? Wa huwa tawhiduhu, e cila është tauhidi i tij. Faqal, dhe ka thënë Allahu i lartësuar, më pas citon ajetin që u citova më parë, dhe më pas thot Ibn Qayyim: "Wa hadha yadullu ala fadl al-ilm wa ahlihi min wujuh." Kjo tregon vlerën e dijes dhe të njerëzve të saj nga disa aspekte. Ahaduha istishhaduhum duna ghayrihim min al-bashar. Njëra prej tyre është se Allahu i mori ata për dëshmitar, e jo njerëzit e tjerë. Kë mori për dëshmitar Allahu? Njerëzit e dijes, e jo njerëzit e tjerë. Wa thani iktiranu shahadatihim bi shahadatihim. E dyta, aspekti i dytë është dëshmia e tyre u bashkua me dëshminë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa thalithu iktiranuha bi shahadati malaikatihim. E treta është se dëshmia e tyre u bashkua edhe me dëshminë e melekëve të tij. والرابع أن في الضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم. E katërta, aspekti katërt që tregon për vlerën e dietarëve dhe vlerën e diturisë nga ky ajet është se kjo përmban lavdrimin e tyre dhe pohimin se ata janë njerëz të drejtë të besueshëm. Si kjo? Fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Sepse Allahu nuk merr për dëshmitar nga krijesat e tij veçse njerëzit e drejtë dhe të besueshëm. Wa minhu al-athar al-ma'ruf 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kuptim vjen edhe transmetimi i njohur nga profeti sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Yahmilu hadha al-'ilm min kulli khalafin 'uduluhu." Do ta mbar këtë dije, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Do ta mbar këtë dije nga çdo brez njerëzit e drejtë të tij, thot. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ata do të largojnë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, prej saj shtrembrimin atyre që e teprojnë, pretendimet e rreme të pasuesve të pavërtetës dhe interpretimet e kota të gjahilve, të ignorantëve, njerëzve të paditur. Më pas tregon një histori Imam Ibn Qayyim dhe më pas thot: "Al-khamis annahu wasafahum bi kawnihi ulul ilm wa hadha yadullu ala ikhtisasin bihi wa annahum ahluhu wa ashabuhu laysa bisti'arin lahum." E pesa thot është se Allahu i përshkroi ata si posedues të diturisë. Kjo tregon se dija u përket në mënyrë të veçantë atyre, thot, dhe se ata janë njerëzit e saj dhe zotëruesit e saj të vërtetë, dhe se ajo nuk është diçka e huazuar për ta. As-sadis, e gjashta, annahu subhanahu stashhada bi nafsihi wa huwa ajallu shahidin, thot. E gjashta është se Allahu i pastër nga çdo emet e mori veten e tij për dëshmitar, dhe ai është dëshmitari më madhështor, thot. Thumma bi khiyari khalqihi, pasoi këtë, pasaj dëshmoi me krijesat më të zgjedhura të tij, më të mira të tij,
Cilat janë këto? Wa hum malaikatuhu wal ulama min ibadihi. Këto janë melekët dhe dietarët për robërit e tij. Wa yakfi bihadha fadlan wa sharafan. Kjo mjafton thot si nder dhe virtyt. Kjo mjafton si nder dhe vlerësim për ta. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود وأعظمه وأكبره. Thot aspekti 7 nga ky ajet që tregon për vlerën e dijes është se Allahu I mori ata dëshmitar për dëshminë më madhështore, më të lartë e më të rëndësishme. Cila është kjo? Thot wa huwa shahadatu an la ilaha illa hu. E cila është dëshmia la ilaha illa Allah, se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Wal azimul qadri inma yastashhidu ala al-amr al-azim akabir al-khalq wa sadatihim. Thot vjen këtu siç thot ai që është I madh në pozitë për çështjet më madhore merr për dëshmitar njerëzit më të mëdhenj dhe zotërinjtë e tyre. Dhe kjo tregon për vlerën e dijes dhe të dietarëve. الثامن التاسع أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين. Se Allahu I lartësuar e bëri dëshminë e tyre argument kundër mohuesve. فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. Prandaj thot, ata janë në pozitën e provave, shenjave dhe argumenteve të tij që dëshmojnë për tauhidin e Allahut subhanahu wa ta'ala. التاسع النونتا aspekti 9 أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته. Thot e nënta është se Allahu përdori një folje të vetme thot për dëshminë që vjen prej tij, për ëngjëllat e tij dhe prej dietarëve. Ai nuk përdori një folje tjetër për dëshminë e tyre veç dëshmisë së tij. Që thot kjo? Se në ajet nuk është përsëritur folja dëshmoj apo dëshmon. Nuk është thënë Allahu dëshmon, ëngjëjt dëshmojnë dhe dietarët dëshmojnë, por është thënë Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç tij, po ashtu edhe ëngjëjt dhe njerëzit e dijes. Pra pa e përsëritur foljen dëshmon. Thot Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja wa hadha yadullu ala shiddati irtibati shahadatin bi shahadatihi. Kjo tregon lidhjen e fortë, lidhjen shumë të fortë të dëshmisë së tyre me dëshminë e Allahut subhanahu wa ta'ala. فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم. Thot është sikur Allahu subhanahu wa ta'ala dëshmoi për tauhidin e tij nëpërmjet gjuhëve të tyre dhe I bëri ata të shqiptojnë këtë dëshmi. Kështu ai është dëshmitari për veten e tij, duke vendosur, duke u mësuar ta shqiptojnë dhe duke u mësuar, ndërsa ata janë dëshmitarë për të, duke pranuar, duke pohuar, duke besuar si të vërtet dhe duke pasuar imanin e të. E 10 العاشر thot أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة. E 10 është se Allahu I bëri ata përcjellës të së drejtës së tij tek robërit e tij përmes kësaj dëshmie. Thot فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به. Kur ata e kryen këtë detyrë, e kanë përmbushur të drejtën për cilën dëshmohet. Atëherë vërteta bëhet e qartë dhe njerëzit e kanë detyrë ta pranojnë atë. Në këtë qëndron lumturia e tyre më e madhe, si në këtë botë edhe në botën tjetër. وكل من نال هدى بشهادتهم أقر بالحق. Sa madhështore është kjo vëllezër. Sa vlerë të madhe tregon për diturinë edhe për dietarët. Thot وكل من نال هدى بشهادتهم أقر بهذا الحق بسبب شهادتهم. Çdokush që uzohet përmes dëshmisë së tyre dhe pranon këtë të vërtet fal dëshmisë së tyre, ata kanë një shpërblim të barabartë me shpërblimin e tij. Ky është një virtyt madhështore thot. Wa hadha fadlun azim. Dhe kjo është një vlerë dhe virtyt madhështore thot. La yudriku qadrahu illa Allah. Vlerën e të cilit nuk e din përgjithsisht askush tjetër përveç Allahut.
وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. Po kështu, kushdo që dëshmon këtë të vërtet, pra dëshmon shahadetin, duke u mbështetur në dëshminë e tyre, pra në dëshminë e dietarëve, edhe për të ata marrin një shpërbim të barabartë me shpërbimin e tij. Sigur se është thënë, ad-dalu ala al-khayri ka fa'ilihi. Ai i cili tregon për një hajër është sikur se ka vepruar atë. Çdo kush që dëshmon shahadetin la ilaha illallah duke u mbështetur në këtë dëshmi, edhe ata marrin shpërbim. Për çdo dëshmi që kanë bërë njerëzit, marrin shpërbim edhe ata dietar. فهذه 10 أوجه في هذه الآية thot Ibn Qayyim al-Jauziyja. Këto janë 10 aspekte që përmban ky ajet, pra që tregon vlerën e diturisë dhe njerëzit të saj. Baron këtu fjala e Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu mëshiroft. Gjithashtu vëllezër të nderuar, prej argumenteve nga Kur'ani që tregon për vlerën e dijes dhe njerëzit të saj, është ajo që ka përmendur Imam Buhariu në Sahihun e tij, ku ka shënuar dhe ka thënë babu fadl al-ilm wa qawli Allahi ta'ala. Kapitull ka thënë vlera e dijes dhe fjala e Allahut të lartësuar, yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah i ngren në shkallë të larta ata prej jush që besuan dhe ata që u është dhënë dija. Pra i ngren në shkallë të larta. Wa qawluhu azza wa jall, gjithashtu fjala e Allahut të plotfuqishëm, wa qur rabbi zidni ilman, dhe thuaj Zoti im mashto dijen. Në komentimin e këtyre dy ajeteve që ka përcjellur Imam Buhariu për të treguar vlerën e diturisë, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu mëshiroft, ka thënë në librin Fathul Bari, vëdhimin e parë, faqe 141, thot, fjala e tij, pra fjala Allah subhanahu wa taala që ka përmendur Imam Buhariu në Sahihun e tij, yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah i ngren në shkallë të larta ata prej jush që besuan dhe ata që u është dhënë dija. Thot, qila fi tafsiriha, është thënë në komentimin e këtij ajeti, yerfa'illahu al-mu'min al-alim 'ala al-mu'min ghayr al-alim. Se Allahu e ngre besimtarin dietar mbi besimtarin që nuk është dietar. Wa rif'atu ad-darajat tadullu 'ala al-fadl. Thot Ibn Hajeri, ngritja në shkallë të larta tregon epërsinë dhe vlerën. Pse kjo? Idhi al-murad biha kathratu ath-thawab wa biha tartafi'u ad-darajat. Sepse me të synohet shumësia dhe e shpërblimit. Dhe pikërisht përmes këtij shpërblimi ngrihesh në gradë të larta. Më pas thot wa rif'atuha tashmalu al-ma'nawiyya fi ad-dunya bi'ulu al-manzila wa husn as-sayt. Kjo ngritje në shkallë të larta përfshin ngritjen abstrakte të botë me pozitë të lartë, me reputacion të mirë, si dhe ngritjen e botën tjetër, wal hisiyatat, dhe konkrete. Pra, rif'atuha tashmal al-ma'nawiyya, do thot jo konkrete, abstrakte, përfshin atë ngritjen në shkallë të larta që është abstrakte në këtë botë, duke u ngritur në grada të larta, sikur se ju thash në pozitë të lartë dhe reputacion të mirë tek njerëzit. E dyta është el-hisiyya, që është konkrete, ngritje konkrete në botën tjetër. Si kjo, bi'ulu al-manzila fil janna, duke u ngritur në gradë të lartë në xhenet. Më pas thot, qawlu azza wa jall, rabbi zidni ilman wadihu ad-dalala fi fadl al-ilm. Fjala Allahut të plotfuqishëm, rabbi zidni ilman, Zoti im mashto dijen, mashto diturin. Thot Ibn Hajeri, kjo është wadihu ad-dalala fi fadl al-ilm. Kjo është një tregues i qartë për vlerën e dijes. Pse kjo? لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Kjo, sepse Allahu i lartësuar nuk e urdhëroi profetin e tij sallallahu alaihi wasallam të kërkonte shtim në asgjë tjetër përveç dijes. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam që të shtojë diçka përveç diturisë. Wa qur rabbi zidni ilman, dhe thuaj o Zoti im mashto diturinë. Dëgjoni tani fjalën e këtij imami se cila është kjo dituri që kiet për qëllim në vlerën e saj në Kur'an dhe Sunet. Thot Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, wal muradu bil ilm al-ilm shar'i.
Me dijen këtu në kuptohet dija shariatike. El-ilm ash-shar'i, është dija shariatike, është dija fetare. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. E cila i mundson besimtarit të njohë detyrimet e fesë të tij në adhurimet dhe marrëdhëniet e tij, si edhe njohjen e Allahut të cilësive të tij, atë që është detyrim ndaj tij, në zbatimin e urdhrave të tij dhe madhurimin e Allahut subhanahu wa taala nga çdo mangësi. Më pas thot, wa madaru dhalika ala at-tafsir wal hadith wal fiqh. Themeli kësaj dije mbështetet në tafsir, hadith dhe fiqh. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح كل واحد من الأنواع الثلاثة بنصيب. Ky autori i librit El Jami' Sahih, pra Sahihu i Buhariut, pra Imam Buhariu i ka dhënë se cilës prej këtyre tre llojeve pjesën dhe hisën e saj në këtë libër, pra në Sahihun e tij. Gjithashtu vëllezër, prej argumenteve nga Kur'ani që tregojnë për vlerën e diturisë dhe njerëzit e saj, është fjala e Allahut i lartësuar ku ka thënë: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Thot Imam Ibn Qayyim al-Juzeyy, Allahu më shëroft, në librin Miftah Dar as-Sa'ada, në vëllimin e parë në faqe 134, thot: "Al-wajh al-hadi al-ashir fi tadhil al-ilm wa ahlihi." Aspekti 11 që tregon e përsinë e dijes dhe të njerëzve të saj është, thot, annahu subhanahu nafa taswiya bayna ahlihi wa bayna ghayrihim, kama nafa taswiya bayna ashabi al-janna wa ashabi an-nar. Aspekti 11 që tregon për erpësinë e dijes dhe njerëzve të saj është se Allahu i pastër nga çdo emet ka mohuar që njerëzit e dijes të jenë të barabartë me ata që nuk kanë dije. Ashtu siç ka mohuar barazin midis banorëve të xhenetit dhe banorëve të zjarrit. Faqala ta'ala, Allahu i lartësuar ka thënë, thot: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Kama qala ta'ala, po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë: "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Nuk janë të barabartë banorët e zjarrit dhe banorët e xhenetit. Thot më pas Ibn Qayyim, wa hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim. Kjo tregon qartë kulmin e vlerës së tyre dhe nderit të tyre. Mbaron këtu fjala e Imam Ibn Qayyim al-Juzeyy, Allahu më shëroft. Argumentet nga Kurani janë të shumta vëllezër, për shkak të kohës, po mjaftohem me këto që përmenda deri tani. Inshallah mjaftohem me kaq. Inshallah herën tjetër vazhdojmë me vlerën e dijes që ka ardhur në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtu dua të tërheqë vërejtje për një postim që ka bërë së fundi Mustafa Tërniqi në lidhje me finalen e Kupës së Botës. Dhe realisht kjo ka edhe një lidhje konkrete me mësimin e sotshëm. Thot Mustafa Tërniqi në një postimin që ka bërë në Facebook, thot: "Mesi, thot, nuk u shfaq si ai yll që mund të ndryshonte rrjedhën e ndeshjes, përkundazi, thot, u izolua pothuajse gjatë gjithë takimit nga organizimi i shkëlqyer i lojës së Spanjës, e cila nuk i la hapësirë për të ndikuar në rezultat." Në fjalën e Mustafait, pohohet se ai që ndryshon rrjedhën e ndeshjes së futbollit llogaritet yll. Kjo është e qartë nga fjala e tij. Vërejtja ime në lidhje me këtë fjalë të Mustafait është se fjala yll, o vëllezër, nuk përdoret për njerëz të tillë. Nuk përdoret për futbollistët, sikur se thot ky ignorant, se Messi nuk u shfaq si ai yll, thot, që mund të ndryshonte rrjedhën e ndeshjes. Pra, ai që ndryshon rrjedhën e ndeshjes, çfarë është yll sipas tij? Përkundazi, kjo fjala yll përdoret për dietarët. Prandaj edhe doja të bëja lidhjen me mësimin e sotshëm. Fjala yll përdoret për dietarët që janë udhërrëfyes për njerëzimin dhe jo për njerëz që për 90 minuta gjemojnë topin dhe në fund nuk i japin një dobi njerëzimit, përveç humbjes së kohës.
ka shumë hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se dietarët janë si yjet në qej. Për dobi e vëllezër, urtësitë në krijimin e yjeve të përmendur në Kur'an janë 3. E para është se ato janë udhërrëfyes në errësirat e tokës së detit. Për këtë Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famulart, "Wa bin najmi hum yahtadun", thot. Dhe nëpërmjet yllit ata udhërrëfehen, ata udhëhiqen, ata udhëzohen pra njerëzit. Pra, në të pohohet se prej urtësive në krijimin e yjeve është se njerëzit udhëhiqen në errësirat e tokës dhe detit gjatë udhëtimeve. Njerëzit më parë kur udhëtoshin nuk kanë pasur atë Google Maps. Nuk kanë pasur këto mjete që kemi ne sot. Çfarë kishin? Natën shifshin yjet për të orientuar. E dyta në urtësinë e krijimit të yjeve është se ato janë zbukurim për qiellin e dynjas. E treta është se prej tyre shkëputen pjesë që quhen meteor, e që këto godasin shejtanët. Për 2 urtësitë e fundit, Allahu i lartësuar thot: "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir." Thot Allahu, ne ju kemi zbukuruar qiellin më të afërt, qiellin e dynjas, me yje të shkëlqyeshme, thot. Dhe i kemi bërë ato gjuajtës kundër shejtanëve. Në lidhje me lidhjen e këtyre 3 urtësive me krahasimin e dietarëve me yjet, thot Imam Ibn Qayyim al-Juzeyy në librin Miftah Dar as-Sa'ada, thot: "Amma tashbihu al-ulama bin-nujum فلأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء." thot. Sa i përket krahasimit të dietarëve me yjet, thot Ibn Qayyim, kjo është sepse yjet shërbejnë si udhërrëfyes në errësirat e tokës dhe detit. Po kështu janë edhe dietarët. وَالنُّجُومُ زِينَةٌ لِلسَّمَاءِ وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ زِينَةٌ لِلْأَرْضِ. Yjet janë stoli e qiellit, po ashtu janë edhe dietarët, stoli në tokë. وَهِيَ رُجُومُ لِلشَّيَاطِينِ حَائِلَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ. thot. Gjithashtu, yjet janë mjete me të cilat goditen shejtanët, duke i penguar ata të përgjojnë lajmet nga qielli. Pse kjo? لئلا يلبسوا بما يستركونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي الملائكة. thot. وكذلك العلماء رجوم للشياطين الإنس. thot që të mos përzihen ato me ato që vjedhin për shpallës që Allahu a dërgon të dërguarve nëpërmjet ëngjëve. Po kështu edhe dietarët janë rujumën, janë si ato meteorë që shkëputen prej yjeve dhe i godasin shejtanët për njerëzve. Të cilët frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë të zbukuruara për mashtrim. Dietarët janë mbrojtja kundër këtij lloji shejtanësh. Sikur mos të ishin ata, shenjat dhe parimet e fesë do të ishin fshirë, do të ishin humbur. Mirë po Allahu i lartësuar i ka vendosur ata si rojtar dhe mbrojtës së fesë së tij, dhe si mjet për të zbrapsur armiqtë e tij dhe armiqtë e të dërguarve të tij. فهذا وجه تشبيههم thot bin nujum. Thot Imam Ibn Qayyim, ky pra është kuptimi i krahasimit të tyre me yjet. Pra, krahasimit të dietarëve me yjet. Kjo është ajo që doja të tërhiqë vërejtën në lidhje me sidomos me atë që pësimin që ka bërë Mustafa Tamishi, gjithashtu lidhe me mësimin e sotshëm, gjithashtu me qenë se përfundoi edhe kampionati botror dhe shumë njerëz gabojnë lidhje me të duke thënë se në filan futbollist është yll, filan futbollist është yll. Një gjë e tillë nuk thuhet. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.